Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jemi këtu në Kupën e Botës në një format tjetër në A2 CNN për të folur për futbollin, ngjarjen futbollistike më të madhe. Natyrisht Kupa e Botës 2026 është zhvilluar në 3 shtete, ka nisur emocionet. Meksika kryeson me Afrikën e Jugut me rezultatin 1-0 në ndeshjen hapse e cila erdhi pas një ceremonie brillante. Natyrisht do të diskutojmë këtu me një panel shumë interesant në ditën e sotme. Artan Pogoni, një ndër specialistë, drejtuesit, profesorët e sportit. Nuk e di si të gjej gjithë epitetet se e ketë ngatruar si vini zoti Pogoni. Është kënaqësi që ritakojmë edhe një herë, sidomos unë gjej rastin t'ju uroj sukses, jeni ditën e parë, do të jeni gjatë, besoj gjatë gjithë muajit për të qenë live në kohën e botrorit. Uroj që të shkojë mbar emisioni juaj, po pse jo edhe transmetoni tek ata që na ndjekin edhe emocionet veçanta se futbolli dhe sporti në përgjithësi i jep këto lloj emocionesh në gjithë botën. Faleminderit për ftesën. Okej, Andi Xhihani duhet një avokat në ditën e sotme, kaq të vështira që jemi, jo vetëm në futboll, po edhe në jetën e përditshme, avokati duhet. Patjetër, në çdo rast duhet. Po si të del koha ënd, si të del që ti je avokat dhe trajner futbolli? E vërtetë është i lidh të dyja, edhe është kënaqësi që marr pjesë në emisionin tuaj. Ju uroj shumë suksese në këtë muaj të botrorit dhe të falenderoj jashtë që më ke ftuar dhe në këtë panel vlerë. Okej, faleminderit. Klodiana Qamo, tani ka filluar 2 profesione, gazetare dhe real estate. Është bërë modë, nuk del në këtë vend, nuk me i punë. Normale. Nëjsi që jam sot pjesë këtu me ju në startin e botrorit dhe ju uroj gjithashtu suksese. Me ke këtë botror? Me Portugalin. Portugalin. CR7? Pa. Gjithashtu edhe Zvicra nuk mungon për në shqiptarët. Mos më thuj që e ke bërë, nga që e marrë me sport, mos më thuj që e ke bërë atë kërcimin e Ronaldo të golit. Gjergji Stefa, një ndër penat më të mira në Shqipëri, por natyrisht tashmë na i ka rëmbyer dhe real estate, gjithsesi ngelet një ndër gazetarët i cili ka shkruar, jo vetëm artikuj, por ka shkruar edhe historinë gazetarisë sportive. Mirëmbrëma dhe kënaqësi shumë e madhe që jam këtu në studio. Botrorët janë një nga dashuritë e mia më të mëdha dhe shpresoj që të jetë një muaj shumë i bukur për gjithë shqiptarët. E kuptoj, po tani Future Home ty nuk do të lejoj ta shikosh futbollin, sepse janë angazhimet atje. Po shiko, unë prej shumë vitesh tani më merrem edhe me këto bizneset që kemi, Future Home Orange është nga ato, ku ndërmjetësojmë pronat patundshme, por për një shuar i kuriozitet, emri Orange vjen pikërisht nga që unë kam qenë që i vogël tifoz me Hollandën. Edhe Orange vjen poshtë, vjen nga qasja që kam me Portokallin. Kjo është ideja. Me jatë, Portokalli si duken këtë? Kam unë, botrorin e parë kam pa Italia 90 dhe ka që atëheri që holandezët do jenë surpriza me bukur e botrorit, për fund kush e di pse nuk fitoi asnjëherë. Okej, Denisa Kurhani, trajnere personale në Matrix, në vendin ku shkojnë gjithë hyjet, stërbiten gjithë hyjet dhe është teknologjia më lartë e trajningut në një palestër. Mega palestër. Mega palestër. Tani presim që dhe të zjerohemi dhe të bëjmë një Matrix 2. Okej, në këtë mega botror me këje? Unë jam e Brazilin. Kafe? Qa pinë mëgjes? Po, double. Double, topin Brazili, kafja dhe qash tjetër të simbolit e Brazilit, Gjergji? Samba. Progreso është samba. Samba. Të që nuk do të të bëj një samba, po... Ja po e bërë jam e madhe. Do mërë dorë partitjet. Do të tregoj një kuriozitet për Brazilin. Për hirtë se vërtetës Brazili nuk e ka pasur farellën verdh me jeshile. Deri në vitin 1950 ata kishin fanellë të bardhë komplet, por humbën me Uruguayn, humbën në mënyrë tragjike në Maracanã 50-ën dhe hoqën bluzën e bardhë në shenjë mallkimi dhe që nga një moment veshën fanellat verdh dhe jeshil. Pra Brazili verdh dhe jeshil që ne njohim sot ka datuar pas vitit 1950. Pogoni, si e shikon këtë botror, si ka ardhur në syrën e një specialist i sporti kaq vite? Shiko, botrori natyrisht nuk jam unë i parë që e them shfaqja më e madhe sportive pas Olimpiadës. Olimpiada është më e madhja në botë, pastaj është kampionati botror i futbollit. Si rrallë herë këtë vit në fakt vjen në 3 shtete, nga cilat 2 prej tyre nuk është se kanë një futboll shumë të madh, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja. Meksika ka që gjithmonë
Ka që gjithmonë prezent, bile skuadra meksikane është ajo që ka më shumë pjesëmarrje kampionat botërore. Me Hugo Sanchez, atëherë. Hugo Sanchez është i famshëm edhe më i famshëm i tyre. Sot do të jemi shumë korrekt me statistikat dhe ka shumë problem. Meksika nuk është skuadra me më shumë pjesëmarrje në Kupat e Botës. Është skuadra që shumë shpesh ka kaluar turën e parë, por Brazili është skuadra më shumë. Me statistik, jo me ndeshje. Unë thash, me statistik pjesëmarrje, nëse statistikat i shohim dhe i ndjekim të dy bashkë, unë e di që Meksika është skuadra me më shumë pjesëmarrje botërore. Pastaj, gjithsesi, dy shtetet e tjera, ajo që po thoj, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja nuk është se kanë, por gjithë kanë marrë përsipër këtë lloj, është pothuajse gjithë kontinenti, Është hera parë që ndodh që një kontinent i tërë merr përsipër ta organizojë një kampionat botëror. Kjo është do të thotë që futbolli bashkon, është iniciativë shumë e mirë e FIFA-s që e shpërndan tashmë, nuk është më vetëm në një vend. Atmosferë, pa dyshim që ka atmosferë shumë mirë, pa dyshim që ka konsiderohet një festë.